Partia Socialiste, qeveria jon, edhe grupi ynë parlamentar, po e nisin këtë sesion parlamentar në këtë vit të ri politik, me bindjen dhe angazhimin ton të palëkundur se misioni ynë kombëtar i bashkimit të plot me Europën s'ka qenë kurrë më i qartë dhe më afër se sa sot. Detyra e secilit prej 83 mandateve tona s'ka qenë kurrë më e qartë dhe më konkrete se sa sot, nesër dhe për çdo ditë në 40 muajt në vijim, deri kur diku mes pranverës 2029 ti kërkojmë popullit shqiptar mandatin ton të 5 qeverisës bashkë me kryeministin ton Edi Rama. Për gjatë saj kohe, 3 janë objektivat dhe sfidat tona për Shqipërinë 2030. E para, të mbyllim negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian në fund të vitit 2027. E dyta, të mundësojmë ratifikimin në 27 parlamentet e vendeve anëtare të vendimit të Këshillit Evropian për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian gjatë vitit 2028, mundësisht këtu para zgjedhjeve për Parlamentin Evropian në maj të 2029, dhe e treta, ta kemi ngritur deri më 28 nëntor 2030 flamurin ton kuqezi në oborrin e familjes së Bashkuar Evropiane. Këto janë 3 objektiva tona të qarta dhe fakti që tani më edhe sot këtu, edhe në diskutimet që do të vinë, agendën tonë europiane e numërojmë me ditë, besoj që do t'i bëj dhe ata të tjerët në atë pjesë që u ka mbetur në krahun e djathtë të sallës së Kuvendit, të kuptojnë qartë se ne nuk kemi asnjë ditë për të humbur. Në kuadër të këtyre objektivave, sot po përcaktojmë në këtë mbledhje të zgjeruar punet grupit parlamentar edhe kalendarin ton politik të detyrave që na takojnë në përmbushje të këtyre 3 objektivave që kryetari Rama tha në fillim të mbledhjes dhe unë i ripërmblodha në këtë hyrje të fjalës time. Për shkak të numrit të madh të ligjeve që lidhen me procesin e parafrimit të legjislacionit apo përmbushjen e kushteve për antarësim, kolegë e kolege deputet, duhet jemi gati për ditë shumë të gjata pune, qoftë në komisione, qoftë në seanca plenare. Kjo kërkon një angazhim më të madh të çdo antarit grupit ton parlamentar, dhe kur flas për angazhim më të madh, i referohem performancës, korrektesës në pjesëmarrje, të cilat në sesionin e parë kanë pasur edhe ato problematikat e veta, të cilat ju ftoj t'i shikoni gjithë si një moment reflektimi për sesionin që nisim dhe për sesionet e tjera në vijim të kësaj legjislature. Raportin për pjesën e korrektesës të performancës do ta bëj sekretari i grupit në një moment të dytë për gjatë kësaj mbledhje. Në dhjetor, Kuvendi miratoi ndryshimet në ligjin për rolin e Kuvendit në procesin e integrimit të Republikës Shqipërisë në Bashkimin Evropian, ku thelbi i ndryshimeve ishte pikërisht ajo që kryetari Rama na kërkoi, të parashikojmë procedura të përshpejtuara për shqyrtimin dhe miratimin e ligjeve që synojnë parafrimin e legjislacionit dhe përmbushjen e kritereve detyrimeve të antarësimit. Gjatë sesionit që mbyllëm, pra sesionit të parë të legjislaturës së 11, kemi miratuar 9 ligje me objekt parafrimin e legjislacionit ton kombëtar me akin e Bashkimit Evropian, ndërsa sot që flasim janë në proces një numër shumë i madh projekt ligjesh. Ndryshimet në ligjin për rolin e Kuvendit në procesin e integrimit evropian, shtuar këtu dhe nevojat e tjera që kanë lindur përgjatë jetës parlamentare ndër vite, që nga ndryshimet e fundit në rregulloren e Kuvendit, na detyrojnë të ndërmarrim menjëherë sapo të rikthehemi ditën e hënë në sesion normal parlamentar, ndryshime të tjera në rregulloren e Kuvendit. Ku siç edhe kemi bërë publike, na duhet të përmirësojmë
dhe të rrisim efektivitetin e kontrollit parlamentar, ndërsa lidhur me procesin e raportimit në kuvend të institucioneve, agjensive dhe gjitha institucioneve tjera, duhet të zbatojmë të njëjtat mekanizma dhe procedura si në praktikat dhe eksperiencat më të mira në vendet e Bashkimit Evropian. Raportimet nuk duhet të jenë formale, qoftë në komisione, qoftë seancë plenare, por na duhet një qasje krejtësisht të re. Legislatura jon, kjo aktualja, arriti të zhbllokojë brenda sesionit vet të parë ngërçin 3 vjeçar të trashëguar nga legislatura e kaluar në lidhje me zgjedhjen e avokatit të popullit. Një proces model ku dhe sipas traditës parlamentare shumica votoi një kandidaturë që erdhi me propozim ekskluziv të deputetëve të opozitës. Lidhur me procesin e zgjedhjes së komisionerit të ri antidiskriminim, për shkak të mbarimit të afateve pa kandidat mbështetur, Komisioni Përgjegjës do të rihap menjëherë procesin për të zgjedhur edhe këtë ngërç tjetër sa më parë. Kemi përgjegjësinë duke reflektuar edhe mbi gjetjet dhe rekomandimet e raporteve të progresit të Komisionit Evropian, të mbështesim pavarësinë e këtyre institucioneve me drejtues profesionist. Të mërkurën e ardhshme na bën 15 vite nga tragjedia dhe krimi shtetëror 21 janarit. Ndërsa presim nga drejtësia, veçanërisht prokuria e posaçme, zbatimin e vendimeve të Gjykatës Evropiane të Drejtat e Njerëzit apo të Gjykatës Lartë të Republikës Shqipërisë, lidhur me plot aspekte të kësaj ngjarje kriminale, ne nuk kemi hyrë asnjëherë në meritën apo përmbajtjen e dosjeve penale, por Kuvendi i Shqipërisë ka përgjegjësi në kontrollin e zbatimit të vendimeve të Gjykatës Evropiane të Drejtat e Njerëzit bashkë me Ministrinë e Drejtësisë, siç na kujtonte dje një jurist i shkëlqyer, 102 vjeçar, një personalitet i fushës si Njazi Jaho. Shoqe dhe shok, në një nga të diellat mes 15 prillit dhe 15 maj 2027, Shqipëria do të mbajë zgjedhjet e radhës vendore. Ndërsa të hënën ne fillojmë sesionin e dytë të kësaj legislature, në fillim të sesionit të tretë, diku në fillim vjeshte të këtij viti, Presidenti i Republikës do të dekretojë dhe datën e zgjedhjeve vendore 2027. E pra një detyrë kryesore dhe përbashkët me opozitën nëse ata duan, përfshihen përgjatë këtij sesionit të dytë të kësaj legislature deri në të njëjtën e fundit të korrikut të këtij viti, duhet të kemi finalizuar reformën zgjedhore. Komisioni i posaçëm i reformës zgjedhore duhet të ketë të adresoj pra rekomandimet e OSBE-dit, ku përparësitë veçantë në vlerësimin ton, sikurse e ka thënë kryetari Rama në asamblen kombëtare në fillim të shtatorit, është depolitizimi plot i administratës zgjedhore. Duhet marrë fund qasja e papranueshme në vlerësimin ton për një vend antar të Bashkimit Evropian, ku vetë partitë numërohen e ku vetë partitë votojnë e ku vetë partitë numërojnë dhe votat e tyre. Gjithashtu të gjithë ja themi njëri tjetrit, majtas djathtas, në ato netët pafund të numërimit në pallatet e sportit apo në palestrat e shkollave, edhe me deputetët e opozitës e bëjmë këtë bisedë, sa herë kemi zgjedhje, dhe duhet ta përsërisim sot me zë të lartë nevojën e nxjerrjes së rezultatit të zgjedhjeve në një kohë të shkurtër. Pse jo të mos kryhet numërimi në qendrat e votimit. Fakti është se qoftë për komisionet zgjedhore partijake, qoftë për vonesën në nxjerrjen e rezultatit zgjedhor, koha nuk pret më as për zgjedhjet e prill-majit 2027 i referohem zgjedhjeve vendore. Reforma zgjedhore sa i përket kodit zgjedhor kërkon të paktën 84 vota në kuvend. Por ne kemi bërë publike ambicien ton për një reformë më të thellë, e cila të përfshi edhe zvoglimin e numrit deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë në 101 deputet. Ndërsa jemi të gatshëm të diskutojmë edhe propozime tjera të natyrës kushtetuese për Kuvendin e Shqipërisë si vend antar i Bashkimit Evropian. Reforma e fundit administrative e territoriale u miratua nga Kuvendi i Shqipërisë më 31 korrik 2014. Vetëm me votat e shumicës
edhe të një pjese të opozitës që pranoi të bashkëpunonte. Pas 3 mandatësh, në zgjedhjet vendore të 2027-s, duhet të shkojmë me ndarjen e re administrative territoriale. Prandaj Komisioni i Posaçëm i reformës administrative territoriale duhet të ketë sjell për votim brenda kësaj legislature ndarjen e re, e cila të udhëhiqet nga nevoja e thellimit të reformës aktuale, duke reflektuar edhe ndryshimet shumë domethënëse të këtyre viteve që nisen qoftë nga demografia, por edhe tek teknologjia, me fokus gjithmonë mirë përgatitje në nivelit ton vendor për Shqipërinë 2030 në Bashkimin Evropian, ku duhet kemi pa asnjë mëdyshje një cilësi të re të proceseve të qeverisjes vendore sipas standardeve të Bashkimit Evropian. Komisioni i kësaj reforme duhet punojë me të njëjtin intensitet, dhe i referohem të 2 komisioneve të posaçme këtu, siç punojnë komisionet tona të përhershme, duke intensifikuar konsultimet publike, dhe po ashtu dua sot ta bëj të qartë për ju këtu dhe për të gjithë palët e tjera në Kuvendin e Shqipërisë, se ne formulën e bashkëdrejtimit të këtij komisioni dhe të komisionit posaçëm të reformës zgjedhore e kemi miratuar me dakordsi. Kjo është e vërtetë, por në asnjë rast nuk kemi dhënë dakordsi për të mos bërë asgjë. Kemi dhënë dakordsi për të punuar. Kush nuk do të punojë, ka prishur dakordsinë e përpasoj na duhet ta zhbllokojmë drejtimin e komisionit apo quorumin e komisionit për të vijuar punë. Ne jemi gati të dëgjojmë në respekt atyre që i kanë zgjedhur palën tjetër apo palët e tjera në Kuvendin e Shqipërisë, por ne nuk do të jemi asnjëherë të gatshëm të presim qoftë edhe një ditë, madje as edhe një orë, ata për të punuar së bashku që këto 2 reforma të ecin përpara. Nuk kemi asnjë ditë për të humbë. Nga e hëna e 19 janarit, dita e parë e sesionit të dytë të legislaturës së 11 deri në të njëjtën e fundit të korrikut 2026, duhet të ketë filluar dhe mbaruar, siç e tha dhe kryetari i Kuvendit, siç e tha dhe kryetari i partisë, miratimi i ligjit organik për funksionimin dhe organizimin e Kuvendit. Eri përsëris diçka që e tha kryetari në shtator, pas 35 vitesh, pas 10 legislaturës, pas 1136 njerëzve që kanë pasur nderin e madh të jenë deputet Kuvendit të Shqipërisë, Kuvendi është një institucion që miraton e nxjerr ligje për gjithë të tjerët dhe pas 35 vitesh ende nuk ka ligj në vet. Dhe nuk ka as pavarësinë e vet financiare, nuk ka as edhe një status siç i ka hije një vendi antar të Bashkimit Evropian për deputetët e vet, dhe këtu nuk i referohem ofiqeve, që është një banalizim i këtij diskutimi. Nuk dua ofiqe për deputetët, por dua një status për deputetët që ta kryejnë detyrën siç i ka hije institucionit që përfaqësojnë. Në seancën e fundit legislaturës kaluar, Kuvendi miratoi dhe strategjinë kombëtare kundër ndërhyrjeve të huaja dhe dezinformimit 2025-2030, pas një pune të lavdërueshme të komisionit posaçëm. Është me shumë rëndësi që Kuvendi në radhë parë, komisionet e përhershme, të kthejnë një instrument në duart e qytetarëve për të kuptuar të vërtetat, gjysmë të vërtetat dhe gënjeshtrat me bisht që serviren si të vërteta çdo ditë. Në sesionin e kaluar u arrit një ndryshim shumë i mirë, i shumë pritur gjithashtu, i shumë diskutuar, por efektiv i komisioneve të përhershme parlamentare. Besoj se na mjaftuan këto 3 muaj për të na dhënë të drejtë për nevojën e kësaj ndarje të re, por mbi të gjitha për komisionet e reja që ngritëm, si edhe rrëdhoi e kësaj faze sfiduese të Shqipërisë në prag të antarësimit në Bashkimin Evropian. Komisionet që erdhën me fusha të reja mbulimi i kanë dhënë mundësinë e munguar ndër vite Kuvendit të jetë më efektiv në monitorimin post legislation. Është mbreslënës numri i konsiderueshëm i peticioneve, ankesave të qytetarëve të mbërritura në komisionin e përhershëm për katërs, ndërsa ngritja e Komisionit për Kulturën, Turizmin dhe Diasporën na imponon një marrëdhënie më të fortë për të qenë syri dhe veshji i shqiptarëve në çdo cep të globit. Por kjo
nuk duhet të mbes thjesht e vetëm në emërtesën e emrit komisionit, por në një punë shumë më aktive të antarëve tanë në këtë komision, të mbështetur edhe nga kryetari i kuvendit dhe institucionet e tjera të kuvendit. Na duhet bëjmë disa ndryshime në përbërjen e komisioneve, me qëllim shmangjen e përplasjeve të orareve për antarë caktuar, të cilat na kanë sjell problematika, por që janë të mirë kuptuar për shkak të pamundësisë që të jenë njëkohësisht në dy komisione. Duhet të ngrem edhe nën komisionet e pangritura ende për të garantuar ajo që ka qenë dhe le të themi objektivi im, ndër objektivet e mi kryesor si kryetari i grupit, për një punë reale dhe profilizim të deputetëve tanë për çështje dhe fusha të caktuara. Në këtë sesion të ri duhet edhe që dhe Këshilli i Integrimit Evropian të luajë rolin e vet, të ngarkuar nga ligji i posaçëm, edhe administrata e kuvendit, sikurse u tha, duhet të jetë më mbështetëse për deputetët në këtë çështje. Duke reflektuar mbi të shkuarën e afërt të punës së kuvendit të Shqipërisë, paktën në jo vetëm në sesionin e parë të kësaj legislature, por edhe sesionet e fundit legislaturës kaluar, rekomandimi im kryesor dhe kërkesa ime e parë për çdo antar të grupit ton parlamentar është pjesëmarrja e rregullt dhe aktive në seanca, komisione dhe në mbledhje grupi. Diskutimet duhet të jenë një komunikim me njerëzit, duke shfrytzuar mirë edhe avantazhin e sotëm të komunikimit përmes rrjeteve sociale. Së treti, na duhet një pjesëmarrje më aktive e ministrave në mbledhjet e grupit për të informuar, sqaruar, pajisur trupën ton kuvendore me armët e të vërtetave kundër makinerisë së shpifjeve, baltës dhe desinformimit keqdashës. Edhe gjatë sesionit kaluar në sallën e kuvendit konsumuam pafund politik për luftra pa kuptim interesash parti A këtë palës tjetër, por ata nuk kuptojnë që më të rëndësishmit për ne janë njerëzit. Seanca e fundit e dhjetorit ishte një rikthim, për fat keq një déjà vu, prandaj i vetmi ilaç mbetet zbatimi strikt i rregullores së kuvendit. Kush kujton se duhet ta mbajmë mirë me Saliun e ka shumë gabim. Ne duhet ta mbajmë mirë vetëm me Shqipërinë dhe shqiptarët, të cilën nuk e pranojnë dot atë pamje në kuvend. Nga ajo sallë njerëzit presin tjetër gjë. Është e vërtetë që ajo sallë është aula e debatit politik, por detyra jonë kryesore është që debati të fokusohet tek antarësimin në Bashkimin Evropian, tek detyrat, kriteret, tek pasaporta e BE-s për qytetarët shqiptar, tek problemet reale të njerëzve dhe jo tek shtërpësia politike e një individi në krye të opozitës. Detyra jonë është si çdo parlament i vendeve anëtare të Bashkimit Evropian të diskutojmë mbi alternativa, projekte dhe mbi çdo projekt apo propozim tonit të shumicës pra, prej 83 mandatesh, ajo pakic në kuvend ka gjithë lirinë e vet për të ardhur me ide, me alternativa, ne vim me një propozim konkret, ata le të vinë me propozimet e tyre. Dhe kjo është gjithçka e pranuar, por ne sot mendoj që përgjigja që duhet japim zonjave dhe zotrinjve të opozitës është të mos humbin kohë me thirrje dhe përbetime, revolucionesh që nuk kanë për të ndodhur kurrë ndonjëherë, të mos humbasin kohë as me shtrimin e tapetit të alibisë së humbjes së radhës. Ne jemi të gatshëm të bashkëpunojmë me ta, sikurse e thash më sipër, për çështje të rëndësishme, për reforme të rëndësishme, për të dhënë Shqipërisë një kod të ri zgjedhor, sipas standardeve më të mira zgjedhore, një ndarje administrative territoriale funksionale e gjithçka tjetër, por ata duhet ta fiksojnë mirë në mendje që vëmendja jonë është tek pasaporta europiane për çdo qytetar të Shqipërisë brenda kësaj dekade. Ne dimë që rezultatin zgjedhor apo fitoren nuk e vendos asgjë tjetër përveç vullnetit të zgjedhësve. Pas 2 dekadave si deputet, kam kuptuar se të jesh në opozit, do të thotë bësh pjesë në një institucion serioz, i ftoj ta përdorin siç duhet atë institucion. Vëmendja jonë janë njerëzit, ne jemi gati të punojmë edhe me ta së bashku, por siç e tha kryetari Rama, po e përmbyll këtë fjalë time sot, ne nuk kemi jo ditë, po as orë dhe as minutë për të humbur. Ju falenderoj gjithve për punën që
kemi bërë në sesionin e parë të kësaj legislature ka qenë, do të thojë, ka qenë një eksperiencë shumë e mirë për secilin për ju, sepse ka qenë një ndër sesionet më intensive që të paktën unë kam pasur mundësi të marr pjesë në 20 e kusur vite antar i kuvendit, por ka qenë një eksperiencë e mirë sepse për secilin për ju që erdhët për herë të parë kuptuat që kërkon një angazhim efektiv. Do t'ju kërkoja ti dëgjoni me vëmendje gjitha vlerësimet që do të bëjë sekretari i grupit në momentin që do të vijë raportimi i tij, për t'ju kërkuar të reflektoni.